Por nga ana tjetër, shikojmë edhe krimin e organizuar i cili tashmë nuk ka asnjë kod, nuk ka asnjë rregull, as normat elementare që kanë edhe këto që janë praktik, po themi, në të drejtë në precedent të mëparshëm, që nuk kursejnë as jetët për të arritur atë qëllimin e tyre kriminal, nuk kursejnë as jetët e fëmijëve të mitur. Unë i uroj absolutisht shërim sa më të shpejtë dhe të plot të gjithë të dëmtuarve dhe në mënyrë të veçantë fëmijës mitur, dhe uroj që mos ketë asnjë pasojë jo fizike, por as psikologjike nesër pas nesër, por ju garantoj që dëmi psikologjik që shkakton jo vetëm të në rastin konkret, por të shumë të mitur, dëm psikologjik që shkaktohet nga krimet e njëpasnjeshme, nga situata e nder në lidhje me krimin e organizuar me rend dhe sigurinë, është një dëm psikologjik që i shkaktohet brezave të arshëm, i shkaktohet gjithë shoqërisë dhe mungesa e besimit në institucione, në policinë e shtetit, në prokurori, në gjykata, në gjithë, po themi, korpusin institucional në cilët njerëzit besojnë dhe shpresojnë për një rend dhe siguri, për një të ardhme më të mirë, është për fat keq ndihet e vesuar, ndihet e goditur në esencë, në thelb, dhe nuk mjafton kjo me një reformë që bëhet për PR, me ndryshime strukturore që në fund ditës nuk mund na sigurojë rend dhe siguri asnjë drejtues policie, të cilët përmes proceseve farsë dhe politike ndrohen një herë në 6 muaj dhe bëhen amendime, ndryshime ligjore e urdhresa të ministrave të ndryshëm apo dhe vetë VKM të kryeministit në lidhje me mënyrën e përzgjedhjes burimeve humane njerëzore që do të drejtojnë në rol menaxherial, teknik e operacional policinë e shtetit, por thjesht dhe vetëm kemi ndryshim emrash, ndryshim pozicionesh, por në të vërtetë nuk kemi më tepër rend dhe siguri në këtë vend. Nga eksperjenca juaj, jeni hasur më parë me një atentat ku protagonist janë fëmijët? Shiko, që të jemi sinqert, unë jam marrë shumë vite me hetimin e krimit, kam qenë drejtues, po themi edhe menaxherial, po edhe drejtues i rolit të mesëm dhe të lartë, por kam qenë edhe nga ato që jam marrë edhe me pjesën, po themi, pjesën teknike, pra duke kryer edhe vetë veprime procedurale. Realisht unë më tepër jam marrë me hetimin e krimit të organizuar, por atyre që kanë të bëjnë me drejtimin e kundër krimeve ekonomike, financiare dhe korrupsionit në administratën publike edhe në institucione të tjera, pra kjo ka qenë më tepër ekspertiza ime gjatë karrierës time policore, por ka patur raste që jam marrë edhe me hetimet e ngjarjeve të rënda. Nuk jam hasur drejt për drejt, të jemi sinqert në veprime procedurale apo në hetimin e rasteve kur dëmtuar kanë qenë të mitur dhe nuk ka qenë, siç ju thash edhe më lart, tendenca e këtyre dhe nuk ka patur raste paktën në karrierën time, sepse mund të ketë patur raste unë si sjell në vëmendje, kur krimi dhe grupet e organizuara, krimi i organizuar të godasi mbi fëmijët apo mund të ndodhi, po mund të ndodhi në disa raste të paparashikuara, të paplanifikuar, kurse në rastin konkret gabime. Kurse në rastin konkret nuk mendoj. Sipas përvojës tuaj si e shihni, se mund mos keni informacion po. Jo, kam informacion ato që kam përcjellë realisht përmes media, sepse kam ndjek si situatë. Dhe sipas informacionit që kam unë në media dhe të tjera, ka qenë një goditje e planifikuar. Nuk mendoj që mund të ketë qenë rastishme. Jo, gabim shënjesë mund të ketë lajthitje në objekt, mund të ketë lajthitje në objekt, i them sepse mund të kenë qenë makinat e ngjashme ose automjetet e ngjashme, por jo që nuk kanë qenë në vëzhgim në survejime të tjera me radhë. Kjo i ngelet pra hetimit. Pra nuk ka gabim në informacionin që kanë disponuar se kush ndodhej në makinë, thoni ju? Jo, unë them që aty mund të ketë ndodhur, kjo është një ndër pistat e ta, pra ka lajthitje në objekt në sensin që mund të kenë dashur të godasin një automjet, po themi Range Rover, me ngjyrë të zezë, me targë XY dhe mund të kenë ngatruar targen. Ose modelin e po pra, atëherë ka ngatres. Ka ngatres. Mendoj ekziston, për mua ekziston opsioni i ngatres, sepse do ishte sinqerisht do ishte, nuk e di, do ishte kafshërore që të hapin zjarr mbi fëmijë të mitur. Do ishte për mua nuk do ishte fare nuk edhe pse janë absolutisht se mendoj ndërshkimin më të madh ligjor, ato që kryejnë vepra të tilla me pasojë jetën e njerëzve apo kundërshtarëve të tyre, rivalëve të tyre në aktivitetin e tyre kriminal, por të arrijnë deri aty sa të mos kursejnë as jetën e një fëmie, unë nuk mendoj që mund të ketë një mendje njerëzore, sado kriminale qoftë ajo, që të drejtoj armën kundër
fëmijës. Sipas jush, fill pas kësaj ngjarje, kush duhet reagonte dhe si? Duhet reagonte drejtuesi i policisë shtetit. Duhet reagonte fillimisht duhet reagonte përmes forcës ligjit, po I themi forcës ligjit duke ndërmarrë ato veprime të para hetimore procedurale të tjera me radhë, që të bënte të mundur identifikimin e autorëve dhe vënien para përgjegjësisë më pas dokumentimin ligjor, sepse kjo është më e rëndësishme, dokumentimin ligjor me prova, me fakte të cilat kthehen në prova dhe vënien para përgjegjësisë deri në ndjekjen e këtij procedimi, deri në identifikimin e qartë të rolit të gjithë secilit autor të përfshirë, ekzekutor, organizator, nxitës, porositës e tjera me radhë sipas roleve që kanë patur në rastin konkret. Por e dyta, do të kishim një reagim po ashtu nga drejtori I policisë shtetit, por dhe nga ministri I brendshëm. Në rastin konkret I cili është I përfshirë në fushat bashkë me ekipin e tij policor dhe ekipin e tij që kanë varësi drejt për drejt të shërbimit për çështjet brendshme ankesa, SHBA-s, dhe duhet reagonte që të siguronte të afërmit, por edhe qytetarët, në radhë të parë gjithë qytetarët që të shkojnë deri në fund të vërtetës, do ta zbardhin tërësisht të ngjarje, dhe jo vetëm këtë ngjarje, por kemi dhjetra ngjarje që përsëriten muaj pas muaj, e ditë pas dite, ku policia e shtetit ka dështuar në parandalimin dhe zbulimin e ngjarjeve të rënda kriminale. Është mjaftuar thjesht me ato përgjime që janë në aplikacion që kanë ardhur me letër porosi të gatshme nga Belgjika, Franca, Anglia, ku diun më radh, por veprimet procedurale të policisë dhe institucioneve tjera të prokurorisë apo të SPAK-ut për mua janë ineficient në aktivitetin e tyre, kanë zero hetime proaktive. Hetime proaktive janë ato hetime të cilat bën me iniciativen, sipas informacioneve dhe protagonist janë subjekti, janë policia e shtetit me strukturat e saj që duhet të ketë shtrira gjithë territorin. Mungesa e reagimit tyre në këtë rast, a lidhet ndoshta me faktin të mos jepnin zë, sepse nuk I konvenonte për hir të fushatës elektorale? Apo jo vetëm? Jo vetëm fushatës elektorale, kjo është një ndër arsyet, sepse në fushatë elektorale absolutisht rendi dhe siguria ka një zë goxha të fuqishëm, sepse siç e thash më lart, rendi dhe siguria janë parësore, se pa jetën nuk mund të kesh asnjë lloj, nuk mund të mendosh për gjë tjetër, po s'ke jetën e sigurt. Dhe por e tjetra është që të ulet ajo ndjeshmëria e opinionit publik, të mos jenë shumë të ndjeshëm dhe tulet si thuash pritshmëritë apo të ulet besimi dhe qytetarët të mos fokusohen shumë tek këto ngjarje, të mos I bëjnë presion, sepse duke mos I dhënë zë institucione, duke mos I dhënë zë media, duke u munduar që të mos I japin shumë në moment që ata do reagonin, do sfumohi si rast dhe do harroi në opinion publik, do harroi si shumë ngjarje të tjera të rënda kriminale, të cilat punën e policisë shtetit po ta krahasosh me bilancen e mëparshme, edhe po ta krahasosh me një që absolutisht çdo policim ndërkombëtar e ka bazike, se sa në çfarë përqindje është sot krimi I organizuar, sa I sofistikuar është, sa ndikim ka në politikën shqiptare, sa ndikim ka në institucionet shqiptare, sa ndikim dhe sa presion kanë qytetarët, jo vetëm në votime, por edhe në aktivitetin e tyre, edhe në tenderime, edhe në jetën ekonomike e politike të këtij vendi, absolutisht është një situatë dramatike e paprecedent ndonjëherë në historinë e shtetit shqiptar. Është e vetmi rast mendoj në shtetin shqiptar kur politika dhe krimi janë një, ku krimi drejton politikën dhe jo politika krimin, dhe krimi ka influencat e veta në gjitha institucionet dhe vendimarrjet kryesore politike në këtë vend. Kjo është fatkeqësisht, unë e them me binje të plotë, e them nga eksperjenca, e them nga informacionet, absolutisht informacionet jo vetëm të mia, po edhe të medias, edhe gjithkujt që takon në këtë vend, nuk është thjesht perceptim. Kjo është realiteti që ka ndodhur në këtë vend, realitet fatkeq, realitet që duhet ndryshuar, dhe kjo ndryshohet duke I dhënë besim jo vetëm opozitës, por duke I dhënë besim asaj që mund ta bëj të mundur këtë. Opozita absolutisht mendon dhe shpreson dhe po punon me një program alternativ, po punon me ekspert shumë të mirë edhe në fushën e rendit të sigurisë, dhe këta ekspert janë ato ekspert që u larguan nga policia e shtetit në vitin 2013, sepse po të ishin pjesa dërmuese këtyre që janë larguar mbi 800,
Unë kam qenë sekretar dhe pothuajse tani vetëm për hir të fushatës, sekretar i përgjithshëm dhe përfaqësues ligjor i shoqatës punonjësve të policisë të liruar. Po të ishin ato në detyrë, realisht nuk është se do kishin, sepse politika për fat keq influencon drejt për drejt mbi policinë e shtetit, por do kishim, ju siguroj që do kishim më shumë rend dhe siguri, ju siguroj që Samir Tahiri nuk do të arrinte të kultivonte dhe të mbillte me drogë, të kanabizonte gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, ju siguroj që ndoshta ai minise nuk do ta kishte jetën aq gjatë, sepse nuk do gjente vartes e drejtues policie strukturë të inkriminuar brenda radhëve të policisë, me të cilët mund të arrinte të garantonte këto grupe kriminale që të kultivonin, të tregtonin, magazinonin jo vetëm lëndë kanabisativa, por Shqipëria të kthejë një rrugë. Opozita ka thënë ishte projekti kryeministrit Edi Rama. Po projekti me ka zbatuar me ministrin e Brendshëm, ai ka qenë kryesori, ministri i Brendshëm Samir Tahiri ka qenë kryesor. Nuk është se po denoncoj sot. Unë e kam denoncuar që nga viti 2014 dhe në 2016 ndodhi ajo, pra nuk është se e them sot, po të hapesh intervistat e mia që nga viti 2014 dhe sot unë kam jo se kam qenë koherent. Po ai ka qenë informacioni, ai ka qenë bindja, ajo ka qenë jo vetëm ajo që unë perceptoja apo kisha ndonjë mlef personal, absolutisht jo. Por thjesht informacion që unë kisha brenda radhave të policisë. Për të mbetur tek aktualiteti, ju si një njohës i mirë i kësaj fushë, ç'not do i vendosnit ose ç'koment do të kishit për bilancin e punës së deri tanishme të drejtorit përgjithshëm të policisë së shtetit Ilir Proda? Shiko, për mua nuk ka rëndësi emri. U thash, është funksion i cili është në ndrysni dhe presionin politik. Nuk mund ta gjykoj dhe absolutisht asgjë nuk ka sjell derisa punonjësit e policisë sot zhvillohet krimi elektoral, edhe në territorin ku zhvillohet me tepër aktivitet politik, ka krimi elektoral të cilin unë e kam kallëzuar në institucionin e heshtur, të shurdhër që quhet SPAK, mos gaboj para 5 ditësh, ku kryet krimi elektoral në hapur brenda territorit të qarkut të Tiranës, ku miliona euro të qytetarëve taksapaguesve shqiptar shpërdoren në fushat elektorale në kundërshtim me kodin zgjedhor, me kodin penal dhe kodin procedural penal, dhe institucioni SPAK, policia e shtetit që ka për detyrë që të parandaloj, që të godas, që të dokumentoj, që të kallëzoj dhe të referoj në institucionet përkatëse, çdo zyrtar, çdo kryebashkiak, në rastin konkret kryebashkiakun e Kamzës, Rakip Sulin, i cili nuk ka lënë rrugic edhe me 1 metër gjerësi, edhe me 2 metra gjerësi që s'ka asnjë parametër infrastrukturor, pa i ushtruar ato rrugët me zhavor elektoral, thjesht dhe vetëm për të marrë votat, një zhavor apo asfalt elektoral i cili jetëgjatësinë e tij e ka deri me datën 12 maj, sepse me 12 do fillojnë gropat, sepse ai është shpërdorim, hidhet asfalti sipër pa hedha si gjë poshtë. Si për dheu direkt, si për mund të jetë bar, lulish, se ç'është, s'ka rëndësi. Zakonshme kjo këtu, ndosht sa herë ka zgjedhje. Shiko, kjo është e dënueshme.